Pas kërkesës së prokurorisë së dhomave të specializuara që 4 ish udhëheqës të Učkës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi, të dënohen me 45 vjet burg secili, ka reaguar deputetja shqipe Mehmeti Selimi, njëherët bashkëshortja e Recep Selimit. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ajo shkruan: "E shenjtë YÇK. E shenjtë është liria për të cilën luftuam e u derdh gjak. Historia jonë nuk rishkruhet. Drejtësi për qyrimtarët." Deklarata e saj vjen ndërsa sot ka nisur faza përfundimtare e gjykimit ndaj ish udhëheqësve të Učkës, ku zbësia kërkoi shpalljen e tyre fajtor për krime lufte dhe kundër njerëzimit, përfshirë rreth 100 vdekje dhe abuzime të shumta në kampe të kontrolluara nga Učkja gjatë dhe pas luftës. Seancat për deklaratat përmbyllëse do të mbahen nga 9 deri më 18 shkurt, ku pas prokurorisë fjalën do ta kenë mbrojtësit, ndërsa në fund do të flasin edhe të akuzuarit.